Pekini, kryeqyteti i Republikës Popullore të Kinës, qendra më e rëndësishme politike, ekonomike e kulturale e vendit, pret sot miqt nga Republika Popullore e Shqipërisë. Aeroporti i Pekinit gjëmonte nën tingujt e tambureve, gongeve dhe broritet e mira banorëve të kryeqytetit që kishin dalë për t'i uruar mirëseardhjen trupës së baletit tonë. Për të pritur mysafirët kishin dalë gjithashtu Vute dhe shokë të tjerë me përgjegjësi. Trupa e baletit tonë, e kryesuar nga zëvendës ministri i Arsimit dhe Kulturës dhe kryetari i Komitetit të Kulturës dhe Arteve, Shoku Mantobala, është ftuar për të bërë një vizitë dhe për të dhënë shfaqje në Republikën Popullore të Kinës. Sa emocion pati ky takim midis kolegëve. Për artistët e trupës baletit Kina që pak kohë më parë vizituan vendin tonë, nuk ka gëzim më të madh. Ripërtrien edhe një herë çastet e bukura të miqësisë që u manifestuan në Shqipëri, të miqësisë midis vëllezërve, të miqësisë midis bashkëluftëtarëve. Në selinë e Asamblesë Kombëtare të Republikës Popullore të Kinës, për nder të trupës sonë, organizua një pritje ku merrnin pjesë shokët Li Hsien-jen, Go Mo-zho, Vute dhe të tjerë. Në fjalimet që këmbyen shokët Vute dhe Mantobala, shprehen bindjen se kjo vizitë do të kontribuojë akoma më tepër në shkëmbimin dhe bashkëpunimin kultural, në forcimin e mëtejshëm të unitetit luftarak midis dy vendeve tona. Një maj në Pekin. Banorët e kryeqytetit e kanë bërë traditë që ditën ndërkombëtare të klasës punëtore ta kalojnë në parqet e qytetit. Atmosferën festive e gjallërojnë akoma më tepër shfaqje që organizojnë grupet artistike të ardhura nga provinca të ndryshme. Në parkun e madh të Pekinit, për të gëzuar së bashku me trupën tonë, ka ardhur shoku Chude. Solistja kineze Ma Pin dhe solisti ynë Gjoni Athanas interpretojnë këngë shqiptare.
Këto ditë për artistët tanë janë të mbushura plot kujtime të bukura nga vizitat nëpër Pekin. Në sheshin Tiananmen ngrihet monumenti madhështor kushtuar luftës shkrimtare të popullit kinez. Kjo vepër është e skalitur në një blok të vetëm guri. Relike me vlerat paqëmueshme, artistike e materiale. Midis këtyre eksponateve origjinal, disa janë të vetmet në botë. Për artistët tanë, kjo mbrëmje në Pekin është e mbushur me emocionet e takimit parë me publikun. Trupa jep në teatrin e kryeqytetit premierën Cuca e Maleve. Janë pranishëm shokët Yao Wenjuan, Go Mozho dhe të tjerë. Në fjalën e tyre, shokët Liu Xianchuan dhe Manto Bala vënë duke se në luftën e përbashkët kundër ideologjisë borgjeze e revizioniste, uniteti midis punonjësve të letërsisë dhe arteve të dy vendeve tona do të forcohet dhe çelnikoset akoma më shumë.